Përshëndetje, unë jam Angie dhe sot të mirëpres në meditimin e radhës ku do të ndihmoj të hapësh zemrën edhe më shumë në mënyrë që të lejosh edhe më shumë dashuri në jetën tënde. Për këtë meditim është arsyeshme dhe është gjë e mirë të qëndrosh para një pasqyre në mënyrë që kur të shohësh veten në sy, afirmacionet që do përsërisësh të përforcohen edhe më shumë në nënvetdije, por nëse është më rehatshme për ty që thjesht të qëndrosh e ulur në një vend të rehatshëm me sytë mbyllur, atëherë të ftoj të bësh pikërisht atë që intuita jote të thotë. Kur të jesh rehat në një vend të caktuar, kur nuk do shqetësohesh për minutat që vijnë, të ftoj të mbyllësh sytë për pak sekonda dhe të vendosësh dorën në zemrën tënde dhe të ndjesh energjinë e zemrës. Të ndjesh rrahjet e saj. Fillo të ndjesh frymarrjen, sesinë e ajrit që hyn në hund. Ndjej kualitetin e ajrit. Ndjej a është i ftohtë apo i ngrohtë. Ndjej cilësinë e ajrit që del nga hunda apo nga goja. Si është ky ajër? Është i ftohtë? Është i ngrohtë? Ndjej se si me çdo herë që fokusohesh tek frymarrja jote, si bësh më e qëndruar në veten tënde, si ndihesh më në qendër të vetes tënde, si vëmendja jote kthehet për herë më shumë nga jashtë drejt brendësisë tënde. Dal në këtë gjendje ku ndodhesh tani. Përsërit këto afirmacione pas meje, duke mos e hequr vëmendjen nga zemra jote. Dashuria është kudo rreth meje. Nuk kam pse ta kërkoj me dëshpërim dashurinë. Zemra ime mund të hapet pak më shumë çdo ditë. Është e sigurt
për mua të marr dashuri. Unë nuk kam pse ta fitoj dashurinë. Unë nuk duhet të jem perfekte, apo të performoj, apo të provoj vlerën time. Më pëlqen ideja që dashuria mund të jetë e lehtë. Zemra ime po mëson të ndihet mirë me dashurinë e qëndrueshme. Dashuria e qetë mund të jetë emocionuese. Dashuria e sigurt mund të jetë pasionante. Unë lejoj njerëzit e mirë të më afrohen. Sa më shumë dashuri jap nga një zemër e mbushur, aq më shumë dashuri vërej rreth meje. Unë jam e denjë të ndihem e zgjedhur, e çmuar dhe e respektuar. Unë lejoj dashurinë të më befasoj. Zemra ime është gati për më shumë. Merr një frymëri të thellë dhe nxjerrë ngadalë. Ke bërë një punë shumë të mirë. Ashtu siç je akoma me dorën tënde në zemër, të ftoj të qëndrosh disa momente kështu, ndërkohë që unë të përsëris disa fjali të cilat do të të lidhin me energjinë e dashurisë. Nuk ke nevojë ti përmendesh ose ti përsërisësh, thjesht dëgjoj dhe lejoj të bëjnë efektin e tyre në zemrën tënde. Ashtu siç je tani, imagjino sikur po zgjohesh nesër dhe zemra jote është pak më e hapur se sot. Nuk ka ndodhur asgjë dramatike, thjesht ti ndihesh më e dashur. Drita e mëngjesit duket më e bukur. Një mesazh në telefon të bësh të buzëqeshësh. Një përqafim
që po merr zgjat pak më shumë se zakonisht. Një mik apo mikesh të tregon se sa shumë të vlerëson. Një person i zemrës të sheh me aq shumë dashuri. Dhe ti e lejon veten të marrësh këtë dashuri. Ti nuk e minimizon, nuk mendon po sikur të shduket. Thjesht ti mendon sa bukur. Dhe zemra jote mëson që dashuria mund t'jetë këtu dhe unë mund ta shijoj. Me këtë vizualizim të shkurtër, të ftoj të marrësh një frymarrje të thellë dhe të nxjerrësh ngadalë. Meditimi ynë mbaroi. Të falenderoj që ishe këtu me mua, edhe shpresoj të kesh marrur fiks efektin e këtij meditacioni. Shpresoj të ndihesh më mirë dhe të uroj një ditë sa më të bukur. Nga unë, Angie, mirupafshim.